Lidhur për sa i përket deklaratave të PD-s, deklaratave të gënjeshtra, dua të deklaroj se nuk kam asnjë faturë të papaguar për sa i përket energjisë elektrike. Deklaratat e PD-s janë thjesht një shpifje dhe një mashtrim me qëllim politik. Përgjigjja ime për sa i përket deklaratave të PD-s është që do përballem vetëm me gjykatën, duke çuar deri në fund të gjithë procesin me qëllim që emrin tim ta shpija atje ku duhet. Këto deklarata janë deklarata për të përballur ose për të më poshtur mua si figurë politike dhe forcën time politike. Mesazhi im është për të gjithë politikën, larg mashtrimeve dhe shpifjeve politike. Shpejt unë do marr avokatin tim dhe do vete në gjykatë.